الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي والاعتماد إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. I gjithë falëndrimi I takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qojmë mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut Azza wa Jall, pra Kurani Kerimi, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pra suneti I pastër, dhe çdo shpikje, çdo bidat, çdo risi në fe është humbje dhe çdo humbje të shpije në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj prej tina. I nderuari dhe shumë I respektuar I xhamat. Vazhdojmë me hadithet kudsi, të cilat I ka thonë Allahu Azza wa Jall dhe I transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për sot në radhë e kem hadithin e tretë. Folëm për të parin, folëm për dytin, sot inshallah do të mundohemi në pika të shkurtra të spjegojmë diçka rreth hadithit kudsi me numër 3, I cili thot se Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, transmeton nga Allahu Azza wa Jall duke thonë: Qala Allahu tebaraka wa taala, ka thonë Allahu I lartë madhruar, ana aghna shurakai an shirki men amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkuhu. Thot Allahu Azza wa Jall, unë jam më I panevojshmi, unë jam më I pasuri se çdo kush I cili mban mua shirk me diçka tjetër. Pra e shoqëron Allahu në adhrim. Kush më shoqëron mua thot në adhrim, e lan thot unë dhe shirkun e vetë me ta. Pra e lan veti, e qes prej vetës me një fjalë. Pse? Sepse Allahut Azza wa Jall I ki bon shirk. Shirku, kemi spjegu vëllezër, ndahet në dy pjesë, në dy grupe. Shirku I madh, I cili është nxjerrës nga feja. Për shembull, runa Zot me I bon Zotit shoq. Sukur që shtojnë për shembull tretineti, Ati, Biri edhe Shpirti I Shenjtë. Domthon 3 zota astakfirullah. Ose me shku te vorrët, me thonë se filan vorri më shloshi. Ose këta janë shirki I madh, dalje nga feja. Faktikisht ti më nuk je musliman me këto gjeste. Nuk je ti je I përzënën prej rahmetit Allahut Azza wa Jall. Ka shirki I madh, kam fol më herët për këtë. Ndërsa shirku I vogël është çka runa Zot një numër I madh I besimtarëve binë ta. E çka bojnë? Veprat e tyre I përzin
Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mëson që hadith shqip, akhfafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma ash-shirku al-asghar? Qalu ar-riya. Frikën më të madhe të cilët ua kem unë juve, thot është shirku i vogël. Ka thonë, ja Rasulullah, cili janë shirku i vogël? Shirku i vogël thot është syfashia. Pra me bo një pun, me më livdu gjemati. Me bo një pun, me më livdu hoxha. Me bo një pun, me i kalzu kejt dunjose, unë e bona. Me bo një vepër, me mor emër. A ju kujtot juve vlezër, kur e kam spjegu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cilën thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ru bihi an-naru yawm al-qiyamati ani thalatha. Janë 3 njerëz me të cilët ka mundhi zjarmi i xhehenemit me to. Janë 3 lloj njerëzve. I pari kush është? Tha i pari është dietari, pra i cili flet edhe me marr fam para njerëzve me thonë se unë jam më i miri, unë jam më dietari, unë jam më i dituri. Ditën e kiametit ka më pyet ki dietari me thonën, Allah ka me thonë, çka bone ti me diturinë, çka ta mundsova me pasën? Ki ka me thonë, o Zot, i mësova njerëzit fejen tënde. Allah i ka me thonë, kedhëpc, rejte, gënjeve, thot ti i mësova ata me marrë votat e njerëzve thonë se unë jam më i miri. I dyti kush është? I dyti thot është pasuniki, i cili jep pasurin, edhe me thonë, hej, unë dhash pasuni, unë dhash, se mos ke, parja ime ti keve të dik për buk, unë e dhash, s'po ban me përmen për i ra lafi, jo për lafi si ra hiq, po te e prun e lafin të livdosh, se demek unë kam dhonë për ketë, apo kam dhonë për atë, e ditën e kiametit ka mu pyt ki person, Allahu ka me i thonën, qka bone ti me pasurin, qka të mundësova me pasën, ki ka me thonë, o Zot, e ndihmova fejën tënde, Allahu ka me thonën, ke dhëbt, ke rejt, po gënjen, ke dhanë pasuri, me marë emën me thonë se filania bujar, filania është dordhanës. Po i treti mujahidi, luftëtari, Allahu ka me pyt mujahidin luftëtarin, me thonë me guximin shka ta dhash unë ty, se Allahu jep pasurin, Allahu jep diturin, Allahu jep guximtarin, çdo send e jep Allahu, çdo send është e Allahut. Edhe Allah ka me pyet çdo njeri, çdo mujahid, çdo luftëtar, ka me thonë, çka bone me guximit çka ta dhash unë tyje? Që ta mundsova me dal ti në front? Ki ka me thonë, o Zot, luftova për me kon fjala e jote me e larta, ndërsa fjala e kufrit me e ulta. Allahu ka me thonë, rejte, s'është e vërtet, ke luftuan për me marr famë, për me të bon bust, për me të shpall popullit dëshmori kombit, për me bo këtë, se ke pas për Allah. Për të tret, Allah thot, merrni thot to, edhe hudhni në xhehenem, se kanë pas për hirën time. Pra, kejt to çka duhet me u bo, këto po dashke me u bo vetëm riza lillah. Namazin për Allah. Sadakan për Allah. Diturin për Allah. Luftën për Allah. Çdo sen. Pse? Se Allah po thonë në Kur'an, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, namazi, kurbanet, jeta, vdekja, thjesht krejt to duhen të jenë vetëm për Allah, i cili është i vetmi i pashoqët. Për Allah. Bane një punë për Allah. Ajo kujtohet pyetja kur kam pas pyet një herë, vëllezër të nderuar thash, unë po ju pyes po ti përgjigjo vetës tënde. Analash dhe një herë më kujtoi në vetë më thon, ej, çka e kam bën unë një punë vetëm për Allah. As gruaja jeme, as fëmia jam mos ta din. Vetëm një beslidhje mes teje dhe Zotit. O Allah, që këtë kemik po jap për hirizat tëndën. S'du me dit as një krijes qëtër ja Rabbal Alamin. E ki bo dhe një punë që ashtu. Rizalilla. Jo hala pa e kri punën të më morë vesh këtë dunjoja. Në Facebook a gjene, ja dhash filoni një dy goja buk, një selfie me bo që. Më se ban hish për Rizat Zotit. Njoni kish vetë hoqën, kishtë të në hoqë, a i takujnë vlavit me adhonën fitrat, kishtë të pa e bo, lonë vlavit për fitra, më se jep edhe që ta mo. Leje bre. A ki punën për mu livduën, hiç për më se ban. Allah ja qonë rëskin atina, veç mos haro se Allahu ta merë dhe tina. Allahu e gjelle gjelalu. Pra
Duhet bën çdo punë, kjo është shirk i vogël. Çka pejgamberi tha pak më herët, frikën më të madhe kam te shirku i vogël. Kush është? Si e fatësia. Me u kallëzu para qerve se unë jam dikush. A dikush je ti? A dikush je ti? Ti je qaj shka ke dalë për 2 organeve gjenitale. Me të përmend vjen gërdi. Ti je qaj. Ti je qaj që me ta qa barkin kien 2 cira shka erat vjen. Ti je qaj shka me bo me vdik duhet me shtima shpejt vorë se e kel dënjan. Ti je qaj shka qaj e forca jote, qaj muskli jote, qaj e trimlia jote, nesër kanë më bo ushqi për krymet në vora që. Ti je qaj. E mos hima detale. Atëherë, për desa në kokëshe kërkushi, je një krijes e Zotit, dije vetë që je i dëpt. Dije vetë se një bakteri apo një mikrob me ty në trupin tënd të paralizon edhe të letë që ati s'le me levrit. Kuna pi paraqit është trim? Për ka po i bën këto vepra? Si mos i bësh për Allah, mos i bën hiç. A ju kujtohet ju ajeti kuranor, krejt që këtë ajet e dini. Krejt e dini, për unë i kujtoj. Allah po thotë në Kur'an, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. La ilaha illallah. Alladhina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. I kam shpjegu këtë ajete kur kam hi imam para 8 viteve më kujtohet. Po për përsëris. Allahu kur për namazlien për dhe mirë për ata namazli. Qysh? Mirë për ata namazli. Shka në namazin e tyne nuk janë të kujdesshëm. Fjala pa kujdesia këtu, ka disa komente. Disa thojnë ata cilët i vanojnë për kohës vetë, ata disa thojnë që nuk e falin si barsunetit, ata folin thojnë disa... Kresura, mirë për ata namazli shka nuk janë të kujdesshëm. Edhe pse e falë, për si e kujdesshëm. Mirë për një për këtine thotë, alladhina yuraun. Edhe ata të cilët shfaqen. Unë e përshkoj të xhamia, dush me ditë se unë në xhamive kesh mara. Unë në xhamive jam të shkuën. Rahmeti pa shpirti një hoxhe, njifni ka vdekan para pak viteve, thonë të ka disa prej xhamatlive, kur vjen koha mi martu fëmit, fillon me arë në xhami. Pse? Më thonë se vallabe, baba i gjallit në xhami falet vazhdimisht, për me pa qertë, mos hajde hiç. Nëse zven me qit ballin seshde, për Allah, mos hajde për njerëzit. Se Allah për dhe mirë, Huwailul lil musallin, mirë për ata namazlishka, nuk janë të vëmendshëm, të kujdesshëm në për namazin e tyre. Çka bojnë? Kanë qef me i pasë, unë po shkoj të xhamia, unë po vi të xhamia, unë jam kje, unë kush jetë kallëzohë pak marrët kush je. Ndash me ditë vetën, këshire pra vetën pak që e lartë përmendëm e kështu me radhë. Pra ata, Allah i thanë Kur'an, innal munafiqine yukhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Pra ata vëllezër të nderuar, shpesh i thon, "Oh, për izat Zotit, ndashni me kuptu dinin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit. O, jetoni me Kur'an dhe jetoni me sunet, se me pallavra s'mahet kjo fe. Nuk ka shkohë pallavra më mo. Kupton e këtë fe se ditët për në kalojnë, o flasni. Wallahi e gjeri për në afronë qëto moment. Nuk i ti jetë sa le ka me disa jete. Shketët i thojmë Allah të azogjel. Letë i pastrojmë një jetët e tona. Kërë shka përdojtë Allah azogjel. Innel munafiqine, ju khadi'un Allah. Munafikët, dyftyrshat, ata shka se ki pejgamberin sëmë që i bojnë shirkë të vogël, tha ju khadi'un Allah. Ata mundojnë me trahtu Zotin. Mirë pa Allahu ja pret kurthat e tinve. Wa idha qamu ila salati, edhe kur qohen me fal namazin, qohen thot me mërzia. Me mërzia, mëndzi se qohet me fal namazin. Hajde bre që edhe pak, hajde bre që edhe pak, hajde me mo, hajde se shkoj në koha, që bre që. Qohet me mërzia, edhe në fund shka thot, jura edhe kur qohet ka që me pa krejt njerëzit se filoni u qu me fal namazin, jura në nas ka që para njerëz mu para qitën, wala yadhkurun Allah illa qalila, dhe nuk e përmendin Zotin e tyne vetëm se pak. Vetëm se pak. O vlla! E me këtë për e përfundoj. O vlla! Thirrje për të bajnë. Zdijet sa në kanë me të për kësaj dunjoje. Mos ma shtron shejtoni i mallkum me thonë se valla unë jam i ri. Shko të enti statistikora që edhe këshyre kush po vdesin më shumë. A trit, a pleqt. Sa i ri ju po vdes.
Kë e di fati jam dhe fati ju që shoshte. Në këtë dunjo s'ka 30 pleç. Në këtë dunjo krejt jemi pleç. Pse? Se çdo moment na prit vdekja. Atar çka me bën? Por desa jemi edhe në i dit, edhe në i moment këtë dunjo, e jeni të adhurojmë Allahun, qysh na ka mësu Allahu, dhe qysh na ka uzu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, se shka do t'i thujmë Allahut azzawajal, kur dhe dalmi para tina. Le të pendohemi për gjunat e tona, o Allah, se nëse një punë e ke bon jo për Allah, Allah i ka me tonë me punën tënde, edhe puna jote nuk ka me qenë ndihmes për ty, por ka me qenë ngarkes kundra teje. Kështu që lusmi Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta, që i modhi Allah të na mundson veprat e tona të i bojmë vetëm riza lillah. Për Allah. Namazin, ibadetin, adhurimet, krejt të i bojmë vetëm për Allah, edhe të i thujmë shejtanit të mallkur, o shejtani i mallkum! Ti e ki hu për vete ahiretin, do në edhe mu me ma humbë, po nuk do të lejoj që ti të ma humbësh ahiretin, sepse unë je kam dhënë besën të modhit Allah, që me u kon i përkushtum ka i modhi Allah, se nesër ka me dhënë llogari, edhe pse fal namaz, nëse nuk e fal për Allah, edhe pse fal namaz, nëse nuk e fal për mësim pas sunetit të pejgamberit, le ta dim se namazi dhe ibadeti jon janë në rrezik. Krejt fond për jo që e ki definicionin, se e keni thonë, e kam përmenë zisarkët, se për me qenë një vepër e pranuar para mahut pasi që çfarë është ajo, për me qenë një vepër e pranuar të Allah, lypën dy kushte kryesore. E para, vepra e jote me u konë vetëm riza lillah, për Allah. Edhe kushti i dytë është ajo vepër me u konë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fund, lusmi Allahun azza wa jall, që Allah të na i pastron jetët e tona ya rabbal alamin. Allah të na mundson që të i bëjmë veprat e tona për Allah. Allah të na mundson që veprat e tona të i bëjmë në përputhje me sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, me një jetë të pastër jetofshmi, me një jetë të pastër veprofshmi, me një jetë të pastër Allahun e takoshmi, gjithë i modhi Zot nga zjarmi i xhehenemit na largoft, i modhi Allah në Jannatul Firdaus ta bashkoft. Amin. Amin. آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.